Shqipëria ka shënuar një rritje të ndjeshme të numrit të pasagjerëve në transportin ajror si pasojë e zhvillimit të sektorit të turizmit në vitet e fundit. Sipas të dhënave zyrtare nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka patur një rritje domethënëse në numrin e pasagjerëve, në kapacitetin e vendeve dhe në faktorët e ngarkesës. Për gjatë 2 muajve të parë të vitit aktual janë regjistruar gjithsej rreth 1.3 milion pasagjerë në rrugë ajrore, në një rritje prej 11%. Vetëm për muajin shkurt shifrat flasin për rreth 632.000 pasagjerë. Nga ana tjetër, po të analizojmë të dhënat e fluturimeve komerciale nga Agjencia Europiane e Statistikave, shohim se në raport me shkurtin e vitit 2024, Shqipëria ka regjistruar një rritje prej 0.5% të numrit të fluturimeve, ndërkohë fluturimet në total regjistrohen në rreth 3.900 fluturime. Si paraqitet situata në rajon dhe Europë? Scanintel ka marrë në analizë raportin vjetor të publikuar nga Eurostat për të parë se cili vend ka shënuar rritjen më të madhe të fluturimeve në muajin shkurt të këtij viti krahasuar me një vit më parë. Europën e kryeson Bosnjë-Hercegovina, e cila ka shënuar rritjen më të lartë vjetore të fluturimeve dhe pastaj renditet Malta. Ndër vendet e rajonit, Serbia ka regjistruar një rritje prej 6.7% të fluturimeve komerciale. Ndryshe nga këto vende, Malezi dhe Maqedonia e Veriut ka shënuar një rënje në këtë drejtim respektivisht me 0.9% dhe 5.9%. Por Shqipëria kryeson ndjeshëm rritje në krahasim me periudhën para pandemisë. Duke analizuar të dhënat Eurostat mbi fluturimet që prej vitit 2019, Shqipëria rezulton të jetë vendi me rritjen më të madhe sa i përket muajit shkurt. Nga viti 2019 deri në vitin 2025, numri i fluturimeve në Shqipëri është rritur me rreth 137.9%, nëse i referohemi muajit të dytë të vitit. Vendet e tjera të rajonit kanë ndjekur gjithashtu një trend pozitiv. Bosnjë-Hercegovina renditet në vendin e tretë me një rritje prej 39.1%, ndërsa Serbia mban vendin e katërt me një rritje prej 27.2%. Maqedonia e Veriut ka shënuar një rritje më të moderuar prej 6%, duke renditur në vend të 12 në Europë, ndërkohë Malezi ka shënuar një bilans negativ me një rënje prej 7% të numrit të fluturimeve komerciale për gjatë kësaj periudhe.